Dashur, kemi sërish të ftuar në studio. Kësaj radhe me mua dhe ju të nderuar teleshikues, kam drejtorin ekzekutiv të Unionit të Turizmit Kosovës, zotëri Bakioti. Mirëmëngjes zotëri Bakioti dhe mirë se në studion tonë. Mirëmëngjes, kam kënaqësi që të kemi në studio me këtë. Kënaqësia është e imja. Flasim pak për sukseset e Unionit të Turizmit për vitin 2025. Si e vlerësoni këtë vit? Ju them të drejtën, ky vit ka qenë një vit i vështirë. Ju e dini që Kosova ka probleme me pjesën e institucionit gjatë gjithë vitit dhe ajo ka reflektuar edhe në pjesën e turizmit, edhe në Unionin e Turizmit Kosovës. Por sido që të jetë, ne në bashkëpunim me gjithë anëtarët e Unionit të Turizmit Kosovës kemi qenë aktiv gjatë gjithë vitit. Kemi organizuar shumë aktivitete të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme në shumë aspekte, qoftë në pjesën e promovimit, qoftë në pjesën e zhvillimit, e po ashtu edhe në koordinimin e mes të gjithë industrisë turizmit. Andaj, pavarësisht sfidave, mund ta quaj një vit suksesshëm, duke pasur parasysh të gjitha aktivitetet cilat ne si Unioni i Turizmit Kosovës kemi arrit që t'i realizojmë. Dhe këto aktivitete nuk janë të pakta kur e shef nga janari dhe vazhdon deri tash. Kështu që mendoj që ka qenë një vit pavarësisht sfidave, një vit i suksesshëm dhe po ecim përpara me qëllim të zhvillimit dhe promovimit të vlerave tona turistike, kulturore, trashëgimisë. Dhe mund të them që edhe një herë që ka qenë një vit i suksesshëm. Po, cilat do t'i veçoni si sukseset kryesore të Unionit të këtij viti? Ju them të drejtën, ne kemi filluar vitin 2025 në vazhdimsi të panajirit ndërkombëtar turizmit edicionin e 4, ku u mbajt në muajin prill dhe ka pas një rezultat të jashtëzakonshëm. Ju e dini që për çdo vit panajiri po shkon në rritje për fal punës dhe angazhimit të gjithëve. Ju e dini që këtë vit ne patëm mbi 360 kompani ekspozuese të industrisë turizmit dhe këto kompani arritëm që t'i sjellim nga 16 shtete. Dhe ishte njëri ndër aktivitetet më të mëdha në Kosovë sa i përket pjesës së turizmit. Dhe u munduam që të krijojmë një imazh dhe një përshtypje të mirë karshi të gjithë këtyre kompanive ndërkombëtare të cilët ishin prezent në këtë panajir. Dhe njëkohësisht në kuadër të panajirit bëm hapa edhe më tutje sa i përket organizimit duke pasur shumë aktivitete brenda panajirit, qoftë takime B2B në mes të komuniteteve, qoftë prezentime të ndryshme të cilat u bën dhe panele të ndryshme të cilat diskutuam rreth potencialeve turizmit Kosovës, rreth mundësisë bashkëpunimit, rreth paneleve ndërkufitare, pra ndërlidhjen e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe këtyre shteteve. Dhe mendoj që ishte një panajir jashtëzakonisht i suksesshëm sa i përket kësaj. Çështja e aktiviteteve mund ta veçoj edhe pjesën e fillimit të procesit të akreditimit të Unionit të Turizmit Kosovës në fushën e turizmit. Ju dini që Kosova nuk ka asnjë institucion i cili mirë është i akredituar sa i përket pjesës turizmit me qëllim që pastaj të certifikojë të gjitha bizneset e industrisë turizmit me qëllim që të ngritim standardet dhe shërbimet në kuadër të kësaj. Dhe kemi filluar një proces i cili po shpresojmë shumë që brenda vitit 2026 do të përmbyllet dhe tashmë edhe Kosova ta ketë një institucion i cili është i dedikuar dhe i akredituar sa i përket pjesës së turizmit. Çështja aktivitet tjetër që ka dhënë efekte pozitive është edhe pjesa e memorandumeve bashkëpunimit që ne tashmë kemi filluar me institucione shtetërore dhe deri tash kemi 7 memorandume bashkëpunimi me shtete të ndryshme në fushën e turizmit. Ndoshta e keni pa që së fundi para një jave ne ishim edhe në Greqi, nënshkruam memorandum bashkëpunimi me Federatën e shoqatave të turizmit të shtetit grek, pavarësisht që shteti i Greqisë ende nuk e njeh Kosovën si shtet, ne me simbolet kombëtare
bëm një prezantim të jashtëzakonshëm të potencialeve të turizmit të Kosovës. Në rand parë pra patëm një lloj samiti ku prezantuan potencialet e turizmit të Kosovës, ku zgjoi një interesim jashtëzakonisht madh edhe nga mediat greke, të cilat përpos që e monitoruan gjithë këtë aktivitet, patë edhe pyetje më të ndryshme sa i përket pjesës së turizmit në Kosovë, e njëkohësisht edhe në shkrimin të memorandumit bashkëpunimit, ku ky memorandum do t'i hapë rrugë partneritetit dhe koordinimit më të mirë në mes të turoperatorëve të Kosovës dhe turoperatorëve të Greqisë, me qëllim që të kemë paketa turistike dhe njëkohësisht të shtojmë volumin e personave, grupeve, individve, organizatave të cilët vinë me vizitu Kosovën. Pra ju e dini që fokusi kryesor joni është pjesa e promovimit dhe tërheqja e numrit më të madh të vizitorëve në Kosovë, kështu që ishte një aktivitet jashtëzakonisht mirë. Në këtë rast kjo u realizua gjithmonë falë Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, të cilët ishin të involvuar në këto aktivitete, dhe njëkohësisht edhe ambasadori i Kosovës në Greqi. Dhe do të vazhdojmë edhe me tutje. Tashmë jemi në proces të nënshkrimit të memorandumeve dhe me 4 shtete tjera, të cilat besoj që do të reflektojnë edhe më pozitivisht. Ne në shkurt do të jemi në Portugali, ku do të nënshkruajmë memorandum me Asociacionin e Turizmit të Portugalisë. Do vazhdojmë me Rumaninë, ku do të kemi një memorandum bashkëpunimi me Rumaninë. Do të kemi një memorandum bashkëpunimi me Çekinë, e po ashtu jemi duke punuar me Hungarinë, dhe po shpresojmë që deri në nëntor të vitit 2026 do të arrijmë edhe një memorandum bashkëpunimi me organizatën nacionale të turizmit të Japonisë. Kështu që këto janë ato planet tona. T'ju them të drejtën, ne të hënën e kemi një takimin e bordit rregullt ku prezantojmë të gjitha ato arriturat gjatë këtij viti dhe njëkohësisht prezentojmë dhe miratojmë që buxhetet dhe aktivitetet të cilat do të zhvillohen për vitin 2026, pra do të krijohet kalendari i cili ne pastaj në kuadër të këtij plani të punës do vazhdojmë edhe për vitin 2026. Pa anashkaluar edhe pjesën e panajirëve ndërkombëtare, ku ne do jemi aktiv si gjithmonë edhe në aktivitetet e promovimit të turizmit Kosovës në disa shtete të cilat ne i synojmë dhe mendojmë që ka një interesim të qytetarëve të atij shteti që ta frekuentojë Kosovën. Ne ishim edhe në Gjermani, ku bëm një prezantim të turizmit Kosovës dhe njëkohësisht pat edhe pyetje përgjigje sa i përket interesimit të grupeve të cilat dëshirojnë që të vizitojnë Kosovën. Më falë, zotëlloti, kërkoj falje pyetjet, nga se desha dhe mejlet t'jo parashtoj pyetjen rreth asaj kur përmendet sa ishit në Greqi, ju parashtruan pyetje dhe po ashtu dhe tani në Gjermani pyetje. Çfarë pyetje? Çfarë janë më shumë të interesuar të dinë? Dëgjojmë, pyetjet janë prej më të ndryshmeve. Ju dini që elementi kryesor sa i përket rritjes së turizmit vizitorëve është pjesa e sigurisë, dhe ju dini që kampanjat qoftë nga Serbia të mediave sociale reflektojnë jashtëzakonisht negativ, dhe ne duhet të punojmë këtë drejtim që t'i thejmë ato dhe të tregojmë që Kosova është njëri ndër vendet më të sigurta sa i përket turizmit. Ne vitet e fundit nuk kemi pas asnjë problematik sa i përket pjesës së sigurisë me vizitorët, dhe kjo është jashtëzakonisht shumë e mirë. Pastaj për pjesën e kulturës, për pjesën e traditës, për pjesën e vendeve atraktive, e shumë gjëra të tjera të cilat janë me interes për grupet e vizitorëve, por njëkohësisht edhe për media, për pjesën e akomodimit, për pjesën e standardit akomodimit, e shumë gjëra të tjera të cilat kryesisht ndërlidhen me pjesën e turizmit.
Pajna, kur jemi tek pjesë e aktiviteteve, nuk duhet të anashkaluar edhe pjesën e standardeve dhe krijimit të kushteve për standarde më të mira të shërbimit. Ne tash në dhjetor fillojmë me një projekt në bashkëpunim me Swiss Kontaktin, organizatën zvicerane, sa i përket pjesës së trajnimeve të stafeve, pra ngritje në kapaciteteve në industrinë e turizmit, kryesisht në shërbime hoteliere dhe gastronomi. Ky projekt do jetë gjatë gjithë vitit 2026, ku planifikohet që të trajtohet një numër i konsiderueshëm i personave të cilët janë në fushën e turizmit dhe dëshirojnë që të avansohen pra është trajnimin i nivelit të lartë, ku na mundohemi që nëpërmes këtij projekti ta arrisim atë shërbimin, atë kualitetin i cili duhet tamam që të kemi një shërbim jashtëzakonisht mirë dhe të krijojmë standarde të mira në këtë rast, për shkak se sa më shumë që kemi standarde, sa më shumë që kemi shërbime të mira, atëherë edhe vizitorët do hanë më të kënaqur dhe kështu krijohet ajo përshtypja dhe krijohen kushtet që vizitorët jenë të kënaqur. Kur janë të kënaqur, atëherë ju e dini që marketingu më i mirë është kur një vizitor kalon mirë dhe pastaj ai diskuton me familjen e vet, me miqtë e vet, me kolegët e vet dhe është diçka shumë pozitive. Pra, këto janë disa nga elementet të cilat ne i kemi bërë gjatë vitit 2025 dhe në vazhdimsi do të vazhdojmë edhe për vitin 2026. Ne tashmë kemi filluar përgatitjet për panairin ndërkombëtar turizmit Kosova 2026, i cili planifikojmë që të kemi mbi 400 kompani të turizmit nga 20 shtete. Pra, synimi jonë që të rritet e sipër dhe panairi do të jetë në prill me fokusin e veçantë që të promovojmë vlerat tona, të promovojmë kulturën tonë, të promovojmë traditën tonë, të promovojmë vendet atraktive tonat. Andaj do jetë, besoj, një panair edhe më i mirë se vitin e kaluar, do të ketë shumë më tepër aktivitete në kuadër të këtij panairi dhe besoj që do të japim një imazh mirë se fundit e bëm mirë, e bëm keq, ajo është një përgjegjësi e jonja dhe ne po mundohemi që ta bëjmë sa më mirë promovimin dhe aktivitetet në kuadër të turizmit të Kosovës. Zotrioti, po kush e vizitoi Kosovën më shumë në vitin 2025? Për fat të mirë, Kosova edhe në kuadër të, nëse i shohim statistikat nga enti statistikor i Kosovës, qoftë qysh nga muaji janar deri më tash, kemi rritje të numrit të vizitorëve, të cilët dita ditës po shtohen për ta, domethënë interesimi për ta vizituar Kosovën. Dhe kjo është një lajm fantastik, është një lajm shumë i mirë. Kjo ka ardhur si rezultati i pjesës promovimit, i pjesës aktiviteteve të cilat zhvillohen në kuadër qoftë të unionit, qoftë të akterëve tjerë dhe institucional të cilët mundohen që ta promovojmë sa më mirë Kosovën. Njëkohësisht, përfshirja e Kosovës në paketat ballkanike ka dhënë efekte pozitive. Ne po shohim gati çdo ditë qoftë grupe aziatike, qoftë grupe nga shtetet të tjera, të cilat janë në rritje sipër dhe këto vijnë nëpërmes paketave ballkanike, të cilat këto grupe vizitojnë gjithë Ballkanin dhe tashmë kanë përfshirë edhe Kosovën. Kemi një rritje mbi 58% të interesuarve të vizitorëve nga Turqia, të cilët vinë për ta vizituar Kosovën tashmë. Ju e dini që kemi organizuar një summit dhe ka pas një efekt tepër pozitiv në Turqi dhe aktivitetet tjera të cilat ju e dini që tashmë Unioni i Turizmit Kosovës është partner me asociacionin më të madh të turizmit jo vetëm në Turqi, por në gjithë Evropën, që është Tursavi i Turqisë, dhe ka dhënë një efekt shumë pozitiv. Kemi grupe nga Kanada, kemi grupe nga Amerika, të cilët sot po vinë në Kosovë për ta vizituar Kosovën gjithmonë në këto turet ballkanike. Kemi grupe nga Suedia, kemi grupe nga Austria dhe vendet të tjera. Pra, gama ose interesimi i vizitorëve është prej shteteve, prej gjithat shteteve tashmë, ku neve na duhet, mendojon,
që vitin 2026 të krijojmë politika më të mira, të krijojmë strategji më të mira promovuese. Do t'jo të jemi në minutën e fundit, kështu që... Dhe të punojmë bashkarisht me qëllim që të shtyjmë përpara procesit. Unë një falenderoj shumë që gjetët ko ishit mysafir në programin e mëngjesit. Ne jo vetë se i kaluam minutat e rezervuar për bisedë, por edhe në minutën e fundit të programit të mëngjesit. Kështu që së bashku do e përmbyllim këtë program mëngjesi për ditën e sotme. Ju presim sërisht në studio, pashtu dhe natyrisht do t'ju kemi edhe para edicionit të radhës për aktivitetit të ngjarjes së madhe të cilën do e organizoni, panairin për vitin 2026. Shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit nga ju.